Mir geben. Also. Ja, klar. Vallai drejt me thonën as burën se kam xhelos, as vetë nuk jam xhelose. Asnjëni? Jo, se si me të dhonën tjetrit një arsye mu bo xhelos. Si jeni ani mirë? E më falë nuk e di shqip, se di unë jam shqip? fi Gjermani. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ani mirë? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisioni 05 prej nga jeni. A është shqiptar? Po, Shqiptar është. po, Prizrenit Unë jam- jemi. Pi mamushës. Mamushës. Po. Pse nuk po thu, pse po thu realisht që nuk dhe shqip mirë? Se babi edhe mami nuk fol shqip, veç Gjermani që ka fol. Veç gjermanisht jeni full. Edhe turqisht. E po keq, po, ama... Po keq. Po, Pe djel edhe vetë. po. Qa jeni mes vete? Burë e gru. Burre gru. Po, Po jeni njoftu? në Gjermani. Gjermani. Po. Ta shëso vite jeni në Gjermani? Unë e 15. Unë jam lind në Gjermani. Jeni linda atje? Po. Në Kosovë prej nga jeni jo? Unë Prizrenit, burën e kam të mamushës. Regull, apo më tregon ku ka qenë takimi pore dhe cili ka qenë ndoshta ai që e ka marrë iniciativën i pore. Parë në herë jemi pa në punë, edhe iniciativën më shumë burë e ka po të parë. Çka punani? Jemi të një firmë të madhe që shme thonën BSH e ka jamën, Bosch, Siemens, këtu senet elektronik të shpije se bojmë. Okej, është firmë shqiptare? Jo, Besa emre, firma. Bosch. Bosch, Bosh. Bosch. Po. Se mu do që dhe Besa. jo, Bosch. Në rregull, pse i son Ferizaj? Nga Prizreni, nga Mamusha, çka ju sulli son Ferizaj? Was essen? Me hangër po, këmë shëtitë, me Ma kështu sa një herë shka einkaufen ka, do sene Und mi die Leute ble. sind immer voll kulturell und so voll. E po të Ferizajnë është hera por që jeni këtu? Jo, e hera treq tash. Hera tret, apo ju pëlqen atmosfera në këtë sezon dimror? Si pjo duket qytetin? Drejt me thonën, mirë shumë, unë e parë në herë që tash dimrit kom qëllu në Kosovë. Hera por që e dimri në Kosovë? Po, unë e hera parë se jam Qysh po duket dimri? shumë mirë, po më pëlqen, tepër. A do me thonë këtë që ki marrët prapë edhe dimra tjerë? Kismet po. Po sezonin verur, kur po jeni? Pjo përshtatën më shumë, do shta edhe koha më e mirë, delni më shumë, vizitoni vende? Po, shumë. Ja. Ditë për ditë na gati jemi të dalën, ose në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, në Gjakov, Pej. Do me thonë i vizitoni çdo herë gjitha qytetet. Po, çdo herë. Cili është qyteti që pëlqen më shumë ti në Kosovë? Unë e Prizren. Vazhdojnë drejt me Po. thonë Prizren, po. Apet Prizren ma mirë. Ju pengon pak nëse hym çështje personale? Ju, di. Sa jeni xheloz me njëri tjetrin, ose çaj çon deri tek xhelozia? Vallai drejt me thonën as burën se kam xhelos, as vetë nuk jam xhelose. Asnjëni? Jo, se si me të dhonën tjetrit një arsye mu bo xhelos. A është e vërtet? Po. E vërtet. Po, Në rregull, po kanë janë ndonjë mosmarrveshje apo diçka, për çfarë është ndoshta keq kuptimi i fundit që keni pas? Se është e pamundur mos e pas diçka. vallai mu drejt, së mbjen që tash në men, na as nuk diskutojmë, as nuk përlahëm, as s'kemi diqysh të çka s'na pëlqen. Jeni shumë të lumtur gjithçka në rregull. Po, Në rregull. edhe me qikat jemi të shumë mirë. Keni edhe fëmijë. Po, Sa fëmijë? dy qika e kemi. Me jetë gjatë. Apo më tregoni cilat janë 3 karakteristikat të njëri tjetrit që i pëlqeni më shumë edhe Pjuliraj. Që tash drejt me thonën të buri jam, zemrën e madhe e ka, edhe e di se e ka edhe dashnin e madhe. Për mua edhe me familje, një burë kështu shumë familjare, që kjo shumë më pëlqen. Në rregull. Po Faleminderit. të dashura jote. Edhe ashtu. Njëjtë edhe Po, vetë. po. Për fond, a mundeni me jap një përqafim, një puthje për gjithë shikuesit e emisionit 05? Willst du? Was? Ein Kuss. Mir geben. Also. Ja, klar. Shumë kaloni sa më mirë. Hi. Hi.